Mes kasollave prej druri e kashte nën flakën e vatrave dhe zhurmen e veglave të lashta, rreth 300 vullnetar risollën në jetë Betlehemin e gjallë në zonën e Hajmelit. Besimtar të shumë dhe vizitor ndoqën nga afër një nga ritualet më të veçanta fetare në veri të Shqipërisë. Në këto 8 vite që tashmë zhvillohet Betlehemi i gjallë, numri i vizitorëve është rritur ndjeshëm, thonë organizatorët, ku vetëm vitin e shkuar në 3 datat e organizimit, Betlehemi u vizituar nga 30.000 persona. Ka lind në vitin 2018 këto, të cilët një grup prej të rinjsh janë ofruar bashkë me një frat të tonin, ka sjell një risi këtu, është që i gjithë aktivitet shërben para për bashkimin e njëri tjetrit, por jo vetëm një bashkim sikur se të ishte një grupim apo një tubim, por një bashkim i përshpirshëm. Çdo vit interesi ka në rritje. Vjet kanë qenë rreth 30.000 veta në të 3 datat. Pjesëmarrja është marrë shqiptare, kur tha marrë shqiptare thamë edhe jashtë kufive politik të Shqipërisë sot. Banorët e Hajmelit, nën shatit dhe dheu të lehtë përgatiten prej muajsh për këtë inskenim, duke ndërtuar shtëpiza, duke qepur veshje dhe duke ndarë rolet që do të interpretojnë. Përmes këtij organizimi, vullnetarët kthejnë kohën pas për të përjetuar lindjen e Krishtit, e cila do të vijojë të jetë edhe në 2 datat të tjera, në fund të vitit dhe në fillim të janarit.